A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa was-sadada wal-qabul. Allahumma amin. Falënderimet dhe lavdrimet si çdo herë takojnë Allahut xhaleshanu, krijuesit, furnizuesit, mbikëqyrësit e gjithësisë. Paqja dhe mëshira Allahut të madhreshëm qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekun në rrugën e Allahut xhaleshanu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, siç e dini sonte inshallah do t'i kalojmë disa minuta së bashku me temën botkuptimet e sakta dhe të gabuara si ndikojnë ato në jetën tonë. Pra, do të flasim pak për pikpamjet tona, për botkuptimet, për këndvështrimet, për konceptet që i kemi për jetën, se si e shohim jetën, si i shohim gjërat, edhe si ndikojnë ato në jetën tonë. Pikpamje ose botkuptime të cilat e dim se i marrim prej burimeve ndryshme. Pikpamjet tona për jetën, se si shohim gjërat, i marrim prej burimeve të ndryshme, i marrim prej familjes, se çysh na ka mësuar se çka mirë, çka keq, i marrëm prej shkollës, i marrëm prej rrethit, i marrëm prej shoqërisë, i marrëm prej librave, i marrëm prej mediave, asaj çka shikojmë, asaj çka lexojmë, i marrëm prej asaj çka analizojmë, thjesht prej burimeve ndryshme i marrëm pikpamjet tona, botkuptimet se si shohim gjërat. E që nga njëherë din me kon edhe jo bashkë sakta dhe të gabueshme, e pastaj me pas edhe pasoja, ose nëse edhe janë sakta me pas edhe rezultate të mira. Për arsye se botkuptimet tona janë piknisja jonë. Se si mendojmë tani mbas tyne na edhe flasëm mbas tyne, edhe veprojmë mbas tyne, edhe marrim qëndrime të ndryshme. Për këtë arsye, edhe feja islame i ka kushtuar shumë rëndësi të madhe përmirësimit të botkuptimeve, që me pas botkuptime sa më të shëndosha që me prodhu pastaj fjalë sa më të mira, vepra sa më të mira, qëndrime sa më të duhura. Po i përmenin disa ajete edhe një hadith, edhe pse ka shumë ajete tjera dhe shumë hadithe që flasin, por për me kalu pastaj në atë aspektin me bë disa krahasime mes botkuptimeve të sakta edhe atyne të gabuara. Se si Allahu xhaleshanu përmirëson konceptet njerëzve. E kemi në surën El-Mu'minun, Allahu xhaleshanu thotë: "E fa hasibtum ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A keni llogarit se ju kena kriju kët e ju tek ne s'keni për të kthyer? Pra pyetja është pyetje që thojmë pyetje retorike. Jo se po don me marr përgjigjen për neve, po don mana tregu përmes pyetjes e dini vet, menën e vet, a thu ju kena kriju kët e s'keni më kthy te na? Pra nëse keni dikush e ka këtë botkuptim, e ka gabim. Se s'është Allah xhaleshanu nuk bën këtë. Edhe vazhdon ajeti Fata'ala Allahul Malikul Haq. I lartësuar qoftë Allahu mbreti i vërtet. Pra i lartësuar qoftë Allahu me bë diçka kët. Mana pas kriju neve kët ose mos me pas ringjallje pastaj. Në ajet tjetër, në surën Al-Ankabut në fillim atje Allah xhaleshanu në ajetin e 2 dhe të 4, e hasiben nasu e yutraku e yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A kanë llogarit njerëzit të thonë se kena besu e mos të sprovuhen? Nëse dikush e ka këtë botkuptim, unë kum besu jam besimtar, çka ka mos sprovuhen? Allahu vëdhat, a kanë llogarit njerëzit të thonë kena besu e mos sprovu? Do të thonë se në rregull ky botkuptim. Vazhdon ajeti i 4 tani, ku thotë am hasibal ladhina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. A kanë llogarit ata të cilët po bojnë keq se do të t'i pështojnë dënimit tonë? Një botkuptim tjetër. Bën çka duhet se s'ka shpërblema, s'ka ndëshkim. Në fund çka po thot Allah, sa'a ma yahkumun. Sa keq po gjykojnë. Pra është botkuptim i gabueshëm. Vesh për përmenëm disa ajete shumë shkurtimisht që Allahu xhaleshanu më tregu që Allahu xhaleshanu po don manaj përmirësu konceptet neve njerëzve, botkuptimet, pikpamjet tona që më pas sa më të sakta. Në ajete tjera në surën Nahl, Allahu xhaleshanu në ajetin e 58 dhe 59 përmend atje që arabët e kanë pasur si shprehi ose një traditë, një zakon të keq që janë dje keq nëse janë përgëzuar dhe ju ka thonë dikush se të ka lind vajzë, që për fatkeq e ka edhe sot dikush.
e dën vesh djalin ju edhe vajzën. Edhe e ka përmend Allahu xhaleshanu se kur dikush i thotë se myshda ose të ka lind vajza, ati nxihet fytyra. Edhe mushet plot në lef. Që si pëlqen, edhe tash ai në veten e vet i ka dy opsione, a me mojt fëmin duke qenë i poshtrum se më ka lind vajzë, apo për me largu poshtrimin të varrosin dhej për zolli. Apo nuk është bot kuptimi ka bum kë? Allah në fund po thot ela sa ma yahkumun. Sa keq po gjykoj. S'është ky koncepti ka bum, nuk është ky koncepti sakt, bot kuptimi sakt. Kjo është shumë gabim. Se tash në bazë të tina çka ka ndodhur? Bazë ti bot kuptimi, çka? Ose e kanë ndje veten poshtrum me për mojt çikën gjallë, ose për me largu poshtrimin me rënë qafë çikën, shtene me të e që s'është asnjë, as mund ndje poshtrum, po i krenu, elhamdulillah, më ka bekatu Allah xhaleshanu me një fëmijë. Po bot kuptimi ka bum, pastaj prodhon edhe qëndrimet gabume, veprat gabume, fjalët gabume, ashtu siç e thamë edhe më herët. Ajet tjetër në surën El-Gjathiye, Allah xhaleshanu thot: "Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." A kanë llogarit, prap koncept, bot kuptimi gabum. A kanë llogarit ata të cilët po bojnë keq, se kena mi bë të barabartë jetën e tyne dhe vdekjen e tyne me të barabartë me ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. A kanë llogarit ata që po bojnë keq, se kanë me jetu dhe kanë me vdek njëjtë sikur ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Mi ardh mirë jeta, edhe jeta dhe vdekja mirë, a realisht ata të mirët, ata që po besojnë e po bojnë vepra të mira janë të shkuar në rrugë tjetër, këta janë të shkuar në rrugë tjetër, janë të bëjnë keq, në fund jetën me pas barabartë njëjtë mirë, edhe këta sikur të atyne. Sa ma yahkumun. Sa keq gjykojnë. Nuk është në rregull. E plot ajete tjera, cilat për mos më zot, po tham, i kemi përzgjedh vetëm disa prej tyne. Ndërsa edhe një hadith ku pejgamberi alayhis salam ju tha shokët vet, hadith të cilën i transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, "Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab." Nuk është i fortë ai i cili i mposht tjertë, i mund tjertë, kur mundet, kur rrokën mundje, i rëzën tjertë. I mund, i rrej tjertë, i përlon tjertë. Po thët, i fortë është ai i cili e përmbon vetën në rast kur zemrohet, në rast të hidhërimit. Pra pejgamberi alayhis salam po don më tregu normal, ai dihet që është i fortë është edhe çaj që i mund tjertë, ai e dihet. Po don më thon sikur i fortë tamam, i fortë numër 1, nuk është ai që më poshtë tjetër, i fortë numër 1 është ai i cili më poshtë veten. Kur hidhrohet. Edhe nuk bën çka ti teket e çati thot hidhrimi, po bën ato çka duhet me bë. Pra për përmirëson një koncept që secili prej neve kemi, kush është i fortë? Ai që mund tjetër, cilën tjetër me xhit, i rrezon tjetër. Ja, i fortë po thot që ai i cili e përmbon veten në rast të hidhrimit. E si ndikojnë bot kuptimet në jetën tonë, po i përmenëm disa raste bot kuptimet, shumëta që secili prej neve dim vetëm, po i përmeni ato të gabum nështa, edhe ato të saktin, edhe secili ka pak në spjegim edhe pak ma shumë imagjinat, secili të lete imagjinan se ku është dallimi mes tyne. Bot kuptim, pjanisim me të parën, ai i cili beson Allahun ose Zotin vetëm si ide. Dikush e beson Zotin vetë si ide, është një zot që atje dikon e besoj Zotin. A më thëtë, unë se ndjek asë një fej. Çka i bjen kja? Unë e besoj një zot që ekziston, po ai më na urdhrua ça më mësu ça më bë, ja, nuk i nënshtruana, me besoj që ekziston, po më nënshtruan si nënshtruana. Nashta edhe dikush e ka Zotin për çat kam nevojë, ju lutna kur kam nevojë, ama unë kam drejt me bë kërkesa Zotit, kur të kam nevojë diçka o Zot, plot sa më këto ndihmon këto, ama Zoti më kërku diçka për me, ja, as që mënoj atë punë, se Zoti kërkon diçka për neve, na pitina po ai për neve, ai s'na urdhon kurrë. Veç e beson si ide, jo si qenje, që me jetu me atë Zot, po Zoti ka atje punë të veta në tonat, edhe Zoti neve s'na thot sen. E që sigurisht, që është gabim e u përmen edhe ma heret, që mos po meneni ju kena kriju këtë, edhe Allahu xhaleshanu thot, Allahu l-khalq wal amr.
ati ta kanë krijimi dhe ati ta kanë urdhërimi. Tash para menoni dikush që e ka këtë koncept edhe dikush që e ka to. Dikush që menon veç orë 20 i ka punë të veta, dikush që thot ka dole, çaj që na ka kriju, ai e ka qitë edhe katalogun. Ai edhe urdhëron se çka me bë. Na, sigurisht jeta e tyne, mënyra që e jetojnë jetën dallon shumë për shkak koncepteve ose botë kuptime ndryshme që kanë. Botë kuptim tjetër që për fatkes nështë po përhopet me të modhe, tani po ka pasuja, ka gjatë mloja, që zakonisht po na vjen për anglishtës, po për hina drejt shqip, trupi jam, zedhja jam. Në bosë kësojna, tani bohen plët dët gjunohe, plët dët kësia, pse dikush e ka që të bo këtë kuptim. Trupi jam, zedhja jam. Çka i bjen kjo? Kur ti dan me thonë dikujna, ka thonë Zoti, për shembull, mos me hangër këtë ushqim, mos me pi këto, thot trupi jam, zedhja jam. Unë shtin trup tamin, ç'a du? So trupi jam, është zedhja jam. Kur ti dan me thonë që mu vesh në forma në një tjetër se janë ndër rregulla, janë ndër norma të përcaktuara me Zotit, thot trupi jam, zedhja jam, unë bëj ç'a du me trupin tim. Kur ti thu se nuk bën disa lënë narkotike, disa operacione plastike, disa botoksa, disa se s'bën këto sene, thot trupi jam, zedhja jam, apo të pengojnë diçka në trupin tan? Po jo unë, po këto janë për Zotit, ne jemi të thonë. Tash, kur ti thu që nuk bën me pas kontakt intim jashtë martesor, trupi jam, zedhja jam, sa që shkujnë taja ma larta ma keqja nështë ta, që tani edhe aborti lejohet se trupi jam, zedhja jam, në trup të amin bëj qka tu. Një koncept, një botë kuptim, trupi jam, zedhja jam, po tani shumë e shumë të harome tjera, shumë e shumë vepra tjera të shëmtu me bëhen, në bosë që sojnë se trupi jam, cëllë është argumenti jo të se bën, trupi jam, zedhja jam. E tash para me nëne, dikush që e ka qëto, që të botë kuptim, edhe dikush tjetër që e ka, trupi jam, jo po, trupi jam po është amanet prej Zotit. Edhe unë do të meru amanetin e Zotit. Mu Zoti veç ma ka dhonë edhe unë do të me menaxhu trupin tem, që është të Zoti jam a i pronori vërtet. Njëherë po ta pyet njonin, thash pse po pen dohan, po adën të bo laf, kështu. Tha, nuk po du bubrecit me aqu mushknit e shnusha. Logjika. Nuk po du me aqu bubrecit mushknit e shnusha. Me një fjallë, që kur unë e qipina, si të që spina, bubrecit kena me dërzu. E thash, mushknit nuk kena me aqu bubrecit, po mushknit do të me dërzu ati që ne ka dhonë. Do të me dërzu Allah Gjellëshonu. Qysh ti ka dhonë me a këty? Nëse vjen nëjë sprovë për Zoti, vjen nëjë kancer, vjen nëjë diçka për snolti, si e ti përgjec. A nëse ti e ke shka këtu vetë, jo, ti e përgjec se ti do të më mënu me a dërzu ati si ti ka dhonë, se ti ka dhonë veç ho. Kur ti kush ta jap ho, merë telefonin krye një punë, a do me thonë ta shti me bo me telefon që ka dush? Apo e kryen atë punën për cëllën dohet edhe, nuk e ke shpërdor, honë që ti ka dhonë, po do të me a këty, formën që ta ka dhonë. E kështu me rodhë, pro, ne botë kuptim, po tani shumë sene dalin tjera. E të njëjtën logjik, e të njëjtën botë kuptim, dikush e ka edhe për pasurin. Pasuria jam të i thu me dhone, minimum fukares, pa është e jamja, bëj çka du me to. Ose jam të thonë une, po këshëreve Zoti, se nëse une jam të të mësu diçka, të thuj, qëre, une e di për punët e mia, ti punët e tua. Amo jem të thonë, une vesh patari kujtej çka ka thonë Zoti për ty edhe për mu. Qysh me ja bo me trupin, qysh me ja bo me pasurin, qysh me bo. Po ai botë kuptimit që kjo është e jamja, unë e fitoj qysh du e shpenzaj qysh du, tani, po del krejt diçka tjetër, krejt tjetër jetës po bën ai që ka atë botë kuptim, tjetër jetës bën ai tjetëri që ka botë kuptimin e saktë. Një botë kuptim tjetër, dikush thot, një jetë kemi. Shpesher shfrenimet e veta e arsyton me një jetë kemi. Njerë kena me jetu, graj qysh dush, udh e në rudh, mire keq, një jetë kemi. Me vdekje përfundan gjithë çka me bo? Qa të munesh, qa të vjenduresh, qa të teket, qa të akona qefi jo të ipshijot. Dikush e ka këtë botë kuptim. E tash para me në dikush që se ka këtë botë kuptim, po e ka një jetë kemi për me fitu atë tjetërën të përhershmen. Po e kem këto një jetë, po për me fitu ato infinit të përhershmen.
edhe nuk përfundon gjithçka me vdekje, po fillon tani aja jeta e vërtetë e përhershme fillon me vdekjen. A nuk dallojnë që ta në veprimet e tyne, në fjalët e tyne, qëndrimet e tyne, në gjithçka dallon. Një bot kuptim tjetër, unë jam i lirë, bëj çka du. Tash që bëj lirë edhe jam i lirë, bëj çka du, një sikur çaj më herët që ke vesh me shprehje pak më ndryshe se edhe kë çka ti teket bën. Çka të mundet bën. Sa po thotë unë jam i lirë, bëj çka du. Edhe dikush tjetër i cili thot edhe ka bët kuptimin që Allahu xhaleshonu e ka kriju, na ka kriju, e ka përcaktuar çka është e mira dhe çka është e keqja. Edhe na ka thonë me ndjek të mirën, më largu pi të keqes, e pastaj unë vendosi a du me shku ka e mira, e më mro mira, du me shku ka e keqja. Po unë kam mundësi me zgjedh, po kjo nuk o pa përgjegjësi. Po unë muna me zgjedh edhe të keqen, po kjo nuk do me thonë që unë s'kam përgjegjësi. Po unë muna me hi edhe në të kuqen, hec manin që është e kuqja, vështane mos tankona dhe me thonë policit, ja ti s'ki drejt më mdenu. Se unë mujta me hi të kuqen, ti mujte me hi, e ke pas të kuqet, ti s'more vesh si ata tjerë, po tash mos thuj edhe s'ki drejt më mdenu se kur e shkel urnin ose ndalesen, e ki edhe përgjegjësinë. E tash një njeri që menon, po unë kam mundësi me zgjedh të mirën e të keqen, mirë po kam përgjegjësi për këto çapë zgjedhje, sigurisht që jo vetë te fjalët e te veprat, po edhe te mendimet e veta nalet kanë herë, edhe besoj që secilit prej juve se jeni besimtarë dhe na kanë ndodhur secilit prej neve, që kanë herë edhe me shku menja për keq diçka, edhe të ka shku menja për keq edhe as të ka një kërkosh asen në vetë apet ke thonë stagfirullah. As po kush, as një kush, po e ditë që gjëna me menu keq, se s'po të kur far fakti. E që kjo ndërgjegja, që kjo besimi që bot kuptimi që Zoti na sheh edhe kena me dhon llogari, edhe menja kur shkon për keq, jo me bo keq, po edhe menja kur shkon për keq e ndjen një far pishmalloko dhe ndjen me kërku falje Allahu xhaleshonu. E mos flasim për diçka tjetër më shumë. Dikush tjetër e ka atë bot kuptimin, knaqu sa je i ri. Knaqu sa je i ri. Po edhe na thujna knaqu sa je i ri, edhe feja dhe pejgamberi alayhis salam na mëson të shfrytëzoni nin para plesnis, ama shfrytëzoni nin për me fitu knaqësinë e Allahut xhaleshonu, knaqësinë të madhe të Zot, e tani fiton tana të mirat. E jo që ka dikush, knaqu sa je i ri, do me thonë shfreno, bën çka du, se vjen plesnia dhe s'moni bën ato punë që i ke bo kur je kon i ri. Tash dallimi mes dikujt që knaqu sa je i ri, edhe dikujt që e ka atë bot kuptimin që e dini hadithin e pejgamberit alayhis salam, njëri prej shtat grupeve që hijen Allahu xhaleshonu, një i ri që rrit në ibadet në rrugt të Zotit. Tash që ky i ri mundohet vazhdimisht me bo mirë, mu fal, me ndihmu dikujt, me koni sjellshëm me prend, me ndihmu familjes, me ndihmu tjetrave të shoqërisë. Pse? Për me kon hijen Allahu xhaleshonu. Tash para mendon një që se i riu që rritet edhe një i ri që mu knaqet sa të mundet sa është i ri, cili është i dobishëm për veti, për familje, për shoqëri. Dallimi si mes natës edhe ditës. Dikush tjetër e ka atë bot kuptimin me dyja. Çfarë të bojnë dyja? Mirë, keq me dyja. Kur thot dyja ose kur thot moda, shkurt, ngosht, shkym, çysh thot, atë si vjet të xhan, ani si vjet xhan, çysh thot dyja. Si të veshja, si të punë tjera, me dyja. Diçka si dia u kon morë, dyja sot për thot është krenari, jo, ne krenari për bojnë sot. Me dyja. E dikush e ka parim, thot bota le të bëj çka don, na bojnë ato çka dohet. Le të bojnë çka don dyja. Unë kam njet me bë ato çka dohet. Ato çka lypet, ato çka është mirë e marr. A nuk ka dallim të madh mes tyre? Thjesht një parim ja ka cit vetit njëri, një bot kuptim, tjetri një bot kuptim, po dallimi shumë i madh. Dikush e ka bot kuptim shomjen, shpifjen, thot fjalë goje, çfarë bën të mëdha. Shomja fjalë goje mos u bë edhe të ekstrem. Fjalë goje. Po me fjalë goje ti mund del kufër, bën gjënoin më të madh. Me fjalë goje që ka thonë pejgamberi alayhis salam, mundet me sharru njëri 70 vjet në xhenem.
Dhe në fund xhenemit, me një fjalë goje, që si kushton rëndësi, po me një fjalë goje ka thonë më në fiton kënaqësinë Allahu xhaleshon. Shon dikane i shpiv dikujt thot liria e shprehjes, bot kuptim. Edhe bot kuptimin që ka dalë se edhe për fjalët tona jena përxec. Edhe për fjalët tona që kanë herë shkon nerva dikush nashta gjatë vozitjes edhe do me thonë ai fjalë që ai s'nin hiç, po e nol veten edhe si thua ato fjalë se s'po të nin ai se je mrena kerrit, po nin Zoti edhe nol veten. Edhe s'fol fjalë pa lidhje. Çka është ai bot kuptimi e dikush ti thotë edhe shiçore, ti thotë edhe në media edhe ti shtonë kur fal problemin se fjalë goje liri shprehjes. Si më për kundër liri shprehjes apo dihet, po do me thonë të shomën të senit si dikush i bën. Dikush e ka bot kuptim, pse me bë mirë? Apo ki përkana? Apo ta din kusha? Tani, so pritet me bë mirë kë njeri, qatë soja din tjertë. S'po falenderoj njerëzit le krejt, ta din kush s'ki përkan. Graj vesh punëve tua. Edhe dikush që e ka bot kuptim, bëj mirë se mas pari bëj mirë veti. Kur unë i ndihmoj dikujna, kur unë bëj një hajrat, mas pari jam të i bëj veti tani dikujt tjetër. Bëj mirë për Allahun xhaleshonu se për to as një cent, as një sekond nuk hub kur unë bëj për to. Edhe kë pavarësisht a livdojnë, a e shojnë, a ja din, as ja din, kë vazhdon të mirë. Ai tjetri është kur i ka dorë tërkitet vazhdon, si të nolën dorë tërkitet nolën. Dallim i madh. Dikush e ka bot kuptim, një afër i unë e ka zakon thot, ai e thot për hajgore, po dikush këto e ka bot kuptim, me të vërtet, thot morre me vije dhe me të nxon. Morre me vije dhe me nxon, këshe, mos me nxon s'ka gojle, s'është morre. Unë po tham ai e thot për hajgore, po dikush e ka bot kuptim. Kryesore mos zan ligji, kryesore mos me nxon. Veç amunesh. Sa në tjera, veç amunesh. Sikur ai që hini thanë sa më fort kuqen, e kur i dul polici tha s'peshet kuqena, e poshtë kuqen, po ty nuk të posh. Se do me thonë bot kuptimi çka është, jo ai bot kuptimi se me hin të kuqen, muna me pos aksident, muna diçka, kryesora po mshe polici, as po mshe polici. Dikush qëto e ko. Kryesora po mrok ligji, as po mrok ligji. A është halala, harama, veç apo më rrokin kamerat as po më rrokin. E dallimi prapë po tham, shumë i madh mes atij i cili e ka këtë bot kuptim edhe atij i cili e menon që edhe në errësirën më të madhe, edhe le të hinë në tokë, edhe le të shkon në qiell, edhe le të shkon ku don, gjithku në sheh Allahu xhaleshonu edhe mundohet me miru dënimit Allahu xhaleshonu edhe mos me bëj vepra që nuk duhet. Dikush e ka bot kuptim, paraja është gjithçka. Paraja dhe fama, ose fama, është gjithçka. Tani çka ndodh? Tani bën gjithçka për parë. Tani bën gjithçka për famë. Tani e shet edhe fen, edhe adhën, edhe familjen, edhe fytyrën, edhe moralin, edhe krejt, se parë o kryesore, parë o gjithçka. Për me mritë çaja s'ka lidhje këto tjerat, krejt shkeli. Me dy kont. Tani bën vepra që një njeri normal i kishar morre me bon nërsy qoftë edhe një personi, e tani që ata që e kanë synim parën bojnë vepra jo normale nërsy një publi, me kamera 24 orë. Edhe i bojnë shfrenimet edhe krejt normal. Pse kryesore është me mrri atje pare o gjithçka, foma gjithçka, të tjera që e bojna, në shen një popull shfrenimin tonë, nuk o problem. Edhe ka dallim shumë të madh mes këtina dhe atij që porën se konsideron gjithçka, e konsideron e rëndësishme krejt, po jo gjithçka. E po ashtu bot kuptim tjetër, edhe me këtë bot kuptim për përmbyllëm këto për të vazhduar edhe një dy pyetje, se njerëzit ndallojnë bazë racës, bazë kombit, bazë prejardhjes, bazë gjyres. Qa po përëdhen që këj bot kuptim? Racizm. Qa po përëdhen tani racizmi? Dhun, mas pari po përëdhen përqarje, urrejtje, përqarje, po shkon puna dhe dhejt e dhuna, dhejt e plët punë të këqia. Pse? Na jem matë mirë se ata. Pse? E kem këtë ngjyrë, jem këtë këmbë, jem ato. Edhe dikush tjetër që e ka bot kuptimin,
Unë muna më konë më i mirë se ai tjetri nëse bëj vepra më të mira, jam më i sjellshëm, jam më i dobishëm për tjerë, të besoj Zotin, sjella mirë. Tash, që ky tjetri, sa s'munohet me bë mirë se i mjafton ky, ngjyrën e kit mirë ti edhe ti je më i mirë se tjetri, ti vetë vazhdo të më nënçmu. Ndërsa ky tjetri është vazhdimisht në gorë për më munu më bë më i mirë e më i dobishëm për më bë më i mirë se tjetri. A s'ka dallim të madh mes këtyre dy njerëzve? Mes këtyre dy botkuptimeve? Sigurisht që ka e shumë botkuptime tjera, të cilat janë të panumërta. Këtu vetëm ishin si shembuj që si ndikon, domethënë botkuptimi mes dikujt që ka botkuptimin e gabueshëm dhe dikujt që ka botkuptimin e saktë. Po ka me ditë nga botkuptimet a i kemë sakta atë gabueshme. Me çka me motna? Na i motëm me Kur'an edhe me fjalën e pejgamberit alayhis salam, me fjalët e pejgamberit alayhis salam. Me fjalët e gjithdijshmit dhe të dërguarin e gjithdijshmit. Me që të kanari motëm. A është mirë, as është mirë. Pishohëm këto plot dosane të cilat janë konë dhe botkuptime, para 20 vjetë u konë morre që shpesh herë, unë e moj men për babgjyshit, dosane, për shembull theke këto veç shkjeti bojnë. A moj im të i po, tash, se sene që në atë kohë ka thonë veç shkjeti bojnë, tash dikush i bojnë edhe krenuet me ato sene që i bojnë. Kanë rru koncepte botkuptime sene, amo në aspektin islam, qaja që u konë more para 20 vjetë, u konë para 1400 vjetë dhe ka më konë deri në kiamet, nuk ndrysha. Edhe e mira, qashtu. E tash edhe një pyetje shtruhet për fund, a nuk gabojnë ata që kanë botkuptimet e mira, që i përmenëm do të mira, do të kësije, do botkuptimet tash, për bika që këta që kanë botkuptimet mira, kur këta s'po gabojnë? Jo, sigurisht që edhe këta gabojnë se e njerëz. Mirë po, janë dy dallime kryesore. Gabojnë ma pak, se s'paku piknisjen, bazën, themelin e kanë mirë. Tani gjatë udhës nashta devijojnë ka pak 10 centimetra dhe diçka hojnë, mezën po piknisjen e kanë mirë, themelin. E dyta, edhe nëse gabojnë, pritet mu përmirësu edhe mu pendu. Sepse, këta herë do kur din me thonë vetit, hej, jam të bo gabim. Qysh, për shembull, dikush që e ka botkuptimin që e përmenu ma herët, i fortë është ai i cili i mund tjerë. Edhe dikush që e ka botkuptimin, i fortë është ai, që shpotat pejgamberi alayhis salam, që e përmbon veten në rast të hidhrimit, në rast të zemrimit. Tash, qaj që e ka botkuptimin e por, ai, kur ja bën dikuj bajat, kur e mund dikan, me drejt pa drejt ati si janë investat, ai fort jam e po që i bona, se lash me qitë, se lash me fol, çka i bona, çka, hiç se këtyra me drejtat pa drejt. Ndërsa këtë që e ka botkuptimin i fortë është ai i cili e përmbon veten në rast të hidhrimit, edhe nëse s'ka mujt me përmbojt veten në një rast të caktuar, e o sjell keq, mas një kuësit që të qetësohet ka me thonë, valloj, si jam sjell mirë. Se i fortë është ai i cili e përmbon veten në rast të hidhrimit, unë s'mujta. E gjykon veten se nuk u sjell mirë, se botkuptimi është diçka tjetër, botkuptimi është me përmbojt veten, po tjetër që ka njëherë vetja ta mund, edhe s'mundën. Pra dhe këta gabojnë, po gabojnë ma pak, edhe pritet mu përmirësu, inshallah përmirësu në tonë, po edhe ata tjerët edhe krejt, po do me thonë, botkuptimet e mira të sakta në ndihmojnë për fjalë sa më të mira, për vepra sa më të mira, edhe për qëndrime sa më të duara dhe të sakta, prandaj le të mundohemi sa të mundum, inshallah kemi sa më të mira, po ndoshta ndonjëherë edhe kemi nevojë me përmirësu secili prej neve, me përmirësu botkuptimet tona, që mi po senet sa më mirë, sa më drejt, ashtu siç na mëson Allahu xhaleshonu dhe pejgamberi alayhis salam. Allahu xhaleshonu na bëj për atyre të cilët i përmirësojnë botkuptimet tona, fjalët tona, veprat tona, qëndrimet tona. Allahu xhaleshonu na bashkoft hajër këtë botë, na herën xhenet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.